Dhe kjo është thelbësisht e gabuar. Çfarë do të thotë kjo që është thelbësisht e gabuar? Nuk është efektive, është e gabuar, është krejt e gabuar, nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Dhe është një lloj vetë kënaqjeje që sipas mendimit tim mjaft modest ka nisur të bëhet gjithmonë më i dëmshëm se këndvështrim dhe gjithmonë më pak i dobishëm edhe për atë vetbesimin për cilin kemi nevojë të gjithë. Unë besoj se ajo çfarë ka ndodhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në krye të këtij viti, dhe po flas për atë që Donald Trumpi e përshkroi si plani preciz i Zotit për ta shpëtuar në mënyrë që të shpëtonte Amerikën. Është, sipas meje, diçka që nëse Zoti kishte vërtet një plan, pjesë e këtij plani ishte edhe të zgjonte Europën.